Instituti i Kosovës për Drejtësi sot në qytetin e Prizrenit bën mbledhjen e nënshkrimeve në kuadër të nismës legjislative qytetare për ndryshimin dhe plotësimin e kodit penal të Republikës së Kosovës në sheqin Shadërvan për mos keqpërdorimin e mjeteve në kohë fushatash elektorale. Sot kryetari Totaj bashkë me stafin e tij, drejtor e kuvendar, kanë nënshkruar këtë iniciativë qytetare dhe me këtë rast ka theksuar për faktin se kanë punuar mbi 20 vite në ATK dhe kuptoj mirë cili është roli mjeteve në parafushat dhe keqpërdorimi i tyre. Andaj i përkrahi IKD për këtë iniciativë, tha i pari komunës Shaqir Totaj. Spari përdu me falemderu IKD-n për një iniciativë shumë qëllume, kurse une si ish drejtori ATK-s, janë 20 vjetë që ku mbledh para për buxhet Kosovës, mas mirë të e di sa është e rëndësishme që ato të përdoren harmoni me destinimin për shka mlidhen e jo të përdoren për nevojat partive politike ku dyshimet janë serioze dhe të bazume që mund të përdoren problemet votave. Prandaj edhe erdha këtu bashkë me stafin, me disa drejtora, disa asambleista për me nënshkru edhe me përkrah këtë iniciativë, sepse është një iniciativë kisha me thonë ma shumë profesionale edhe praktike për interes qytetar se sa që është politike, sepse mjetet buxhetore duhet shfrytëzohen për destinim për cilin mlidhen, domethënë përkrahja e veprimeve për përmirësim të kvalitetit jetës qytetarëve, e jo 3-4 ditë para zgjedhjeve të shpërndohen 200-300 milion euro e 1/3 aty në shkojnë jashtë Kosovë, destinacione të cilat është vështirë me i kontrollu se ku kanë shku dhe te kanë shku. Prandaj edhe mendoj se është iniciativë e qëllume edhe prandaj edhe kemi marrë numër kaq të madh për na përkrah. Është fakt se ju si kryetari i komunës keni qenë ndër më të zëshmit pikërisht për ndarjen e mjeteve në fillim fushatave nga qeveritë të ndryshme, konkretisht dhe qeveria fundit. Unë e di që kam dhënë një kontribut në këtë drejtim, edhe ajo nuk ka qenë kritik apo protest, nuk ka qenë informim i opinionit publik që me ditë çka po ndodh, kurse opinioni publik pastaj duhet me ngrit nivelin e vetëdijsimit edhe me votu, apo mos me votu për ata njerëz që bëjnë veprime jo ligjore dhe jo profesionale. Kurse nga IKD, shefi kësaj iniciative Qemajli Marmullaku ka theksuar se këtë iniciativë e kemi filluar sipas kodit penal dhe këtë po e bëjmë së pari në Prishtinë, në Gjakov e sot këtu në Prizren. Falenderojmë kryetarin dhe të gjithë nënshkruesit. Ne duhet të mbledhim 10.000 nënshkrime, tha ai. Kemi filluar një iniciativë qytetare që të mbledhim nënshkrimet në mënyrë që të plotësojmë dhe ndryshojmë kodin penal të Republikës së Kosovës, që të bëjmë vepër penale mos zbatimin e qëllimshëm të aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese, si dhe keqpërdorimet e paras publike me theks të veçantë gjatë periudhave zgjedhore. E kemi filluar këtë iniciativë, kemi informuar Kuvendin e Kosovës dhe sipas legjislacionit në fuqi jemi duke mbledhur nënshkrimet, na duhen së paku 10.000 nënshkrime nga qytetarët e Kosovës. Kemi filluar në qytetin e Prishtinës, dje dhe partje kemi qenë në qytetin e Gjakovës, ku edhe në qytetin e Gjakovës kemi pasur përkrahjen e kryetarit Gjini dhe me disa nga bashkëpunëtorët e tina. Sot dhe nesër do të jemi në qytetin e Prizrenit dhe falenderoj kryetarin Totaj për përkrahjen kryetari Totaj dhe bashkëpunëtorët e tij për përkrahjen e kësaj iniciative. Ftojmë të gjithë qytetarët, po edhe përfaqësuesit e partive tjera politike që t'i bashkohen në kësaj iniciative, sepse me të vërtetë është një iniciativë e cila ka për qëllim vendosjen e ligjshmërisë në procedura të ndryshme, siç është me procedurat e aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese dhe shpenzimet e mjeteve buxhetore nga buxheti i vendit. Derisa kryetari Totaj është njëri nga kryetarët që shpesh ka kundërshtuar keqpërdorimin e mjeteve në fushata elektorale.